Nëse një njeri e mohan Ramazanin, edhe nëse thot vetë musliman, thonë se kur gjë punë e tina, ai njeri ka dalë pi dinit. Lloji i dytë, shumica e njerëzve të cilët nuk e xhirojnë Ramazanin, por e dinë që është farz i Zotit, e dinë se obligim, duhet me xhiru, ama kanë përtatësi, nuk kanë sabër durim, me nejt pa hangër e pa pi gjatë ditës. Janë burra të liq. Kjo burr i lig, tepër i lig, por s'mund të themi se është jo besimtar. Cili është gjykimi për një person që me qëllim dhe pa arsye të pranueshme fetare nuk agjeron gjatë muajit të Ramazanit. Ai i cili nuk agjeron Ramazanin është njëri prej dy llojeve. Ose e mohon, nuk e konsideron farz fare, nuk don me ni për te. Kë me konsensus të gjithë ulemave islam është jo besimtar. E ka mohuar një farz për farzeve të Zotit dhe si rridhoj ka mohu dinin krejt. Për pas e që ke ndodhë shumë rrallë, nëse personi tillë nuk e din se agjerimi është farz. Për ndryshe, se kurse në vendin tonë, dhe shumicën absoluteve të vendeve të botës ku ka musliman, nëse një njeri e mohon Ramazanin, edhe nëse thot vetë musliman, nuk don me dëgju për Ramazan, si që është rasti për shumë djemë tonë, fatkeqësisht, ande dhe këndej kufirit, me një ideologji të quajmë ateiste, apo gjësëm ateiste, me një bindje dhe ideologji laike, Allahu na ruajt, e injorojnë Ramazanin, thënë se kur gjë punë e tina, ai njeri ka dalë pi dinit. Lloji i dytë, janë një grup i madh, e shpresoj që të jenë shumica e njerëzve, të cilët nuk e xhirojnë Ramazanin, por e dinë që është farz i Zotit, e dinë se obligim, duhet me xhiru, ama kanë përtatësi. Nuk kanë sabër durim, me nejt pa hangër e pa pi gjatë ditës. Janë të liq, janë burra të liq. Personi cili thot nuk po me agjeru, se për kom punë, se s'me nejt pa hangër e pa pi, e për di që është farës, pas po moj, kjo e burr i lig, tepër i lig, por s'mund të themi se është jo besimtar. Do të dallojmë gjërat. Do të punë t'i kanë keq, s'ka ishmerisht, por prap dallim mes tyre, sepse ai që e besimtar, ai është për gjithmonë. Nëse nuk pendohet, Allah na ruajt, në xhenem, dërsa kë që ka bë Zoti me ta e shef kë vetë, kur del para Allahut, Allahu na ruajt.